Pse artikulator dhe jo okludator? Artikulatori është superior ndaj okludatorit sepse ofron një riprodhim më të saktë dhe funksional të lëvizjeve të nofullës, duke ndihmuar në krijimin e punimeve protetike të sakta dhe komforte për pacientin. Disa nga avantazhet e përdorimit të artikulatorit janë riprodhimi i lëvizjeve artikulare, pra artikulatori imiton lëvizjet reale që kryen nofulla, që janë anësore, protruzive dhe retruzive, ndërsa okludatori kryen lëvizjet vetëm hapëse dhe mbyllëse. E dyta është saktësia në okluzion. Artikulatori ndihmon në balancimin e kontakteve okluzale duke parandaluar forcat e pabarabarta që ushtrohen në punim, kurse nga ana tjetër okludatori nuk e kryen këtë funksion. E treta është përdorimi i artikulatorit në punime të ndryshme. Artikulatorin mund ta përdorim në punime që janë në rehabilitime totale, kurse okludatorin mund ta përdorim thjesht kur ne kemi në punë një element ose një punim i cili nuk merren parasysh shumë lëvizjet që kryen nofulla. E katërta është personalizimi dhe rregullimi. Artikulatorët personalizohen në bazë të parametrave të pacientit, si këndi pjerësisë kondilare, i cili është këndi që rri gjithmonë 15 gradë dhe kryen lëvizjet që tham pak më sipër. E fundit, por jo më pak e rëndësishme është që artikulatori parandalon problemet muskulare dhe artikulare që mund të ndodhin në artikulacionin temporomandibular.